Mirëmëngjes miq të Super Sport, me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi kombëtar Kemal Safa, një nga ditët më të trishta të historisë së tij, krejtësisht i boshatisur në vigjilje të një klasike e futbollit tonë, që është Tirana Elbasani. Ka nisur sfida me topin e parë të luajtur nga qendra nga futbollistët e skuadrës së Elbasanit. Gati Çota për ty në fushën e ndërkohë, Kagere u thejtojë mjaft mirë, në pas Pušić, godet dhe realizon 1-0 Tirana. Tomislav Pušić zhbllokohet më në fund dhe sulmuesi kryesor i bardhë dhe bluve në këtë edicion, Tomislav Pušić. Ka topë të debiuar dhe pas Kagere nuk ka arritur të dërgojë topin në kuadratin e Portos. Një duel 1-1 me Prishën, gjithë një Bakaj, vjen goditje sërish Bakaj dhe fluturimi El Diskotorit. Vjen në sinezimi gjyqtarit, vjen e fort goditje dhe spektakolar goli. Ganiol Kaçuli barazon në momentin e fundit të pjesës së parë Elbasani. Fantastik goli realizuar nga ana e mbrojtësit të majt Ganiol Kaçuli. Tirana 1, Elbasani 1. Fantastik gol. Me shpejtësi tek Dorian Kërçiku. Shmanget Kërçiku. Vjen më pas krosimi për Pušić. Goditje me kokë përfundon jashtë. Pran goli Tirana me Tomislav Pušić. Bakaj, Kagere, u drejtoi mjaft përpara, gjithë Kagere, vjen në fort goditja. Por pret në pozicion El Diskotori. Vjen ndërkohë krosimi në zonë me pas Pušić. Topi është jashtë. Tomislav Pušić. Sërish pran goli Tirana. Për krosimi në zonë ka i devime pas Pušić. Çfarë mundësie u mbet? Çfarë mundësie u mbet? Tomislav Pušić. Malindi që duel fituar pikërisht me Teba Tikçurin, dhe janë 3-2, një mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Elbasanit. Enzo Malindi prende kreon e majt. Është Çota në hyrje të zonë, gjithë Çota kërkon hapësirë Çota dhe më pas goditje që përfundon jashtë. Çfarë mundësie u mbet skuadra e Elbasanit. Dhe më pas këto betën për Teba Tikçuri në hyrje të zonës. Tikçuri vjen në fort goditje dhe realizon Teba Tikçuri. Tirana 2, Elbasani 1. E ka realizuar në këto momente Teba Tikçuri. Fantastik gol dhe Tirana që konfirmon një tjetër, një shpirt gare, tjetër gol në çastet e fundit dhe sigurisht janë dëshmi e cilësisë së skuadrës, së shpirtit të garës tek 24 kampionat.